Të nderuar gazetar, faleminderit që keni ardhur sot në këtë konferencë për shtyp. Faleminderit që jeni përgjigjur pozitivisht ftesës sonë. Unë kam nderin dhe kënaqësinë sot që para jush të prezantoj kandidatin për deputet të Lëvizjes Vendosje, zotri Nazmi Mikulovci. Nazmi Mikulovci ka qenë drejtues i Trepqës për 14 vjet rresht. Gjatë kohës sa e ka drejtuar Trepqën, Trepqa ka shënuar zhvillimin më të madh të prodhimit dhe e ka bërë kalimin nga një ndërmarrje eksploatuese e mineraleve në një ndërmarrje e cila ka prodhuar produkte finale. Pra, pikërisht në drejtimin e zotri Nazmi Mikulovcit, Trepqa është shndruar nga industri eksploatuese në industri përpunuese. Trepqa pikërisht në atë kohë ishte larguar nga duart e Beogradit dhe ishte shndruar edhe në një ndërmarrje eksportuese e cila ka punësuar gjithsej 22.000 punëtor. Pas luftës, zotri Nazmi Mikulovci i kthehet Trepqës. Ai e merr përsipër planifikimin dhe organizimin e rehabilitimit të minjerave të Trepqës, të cilat atë botë ishin të përmbytura në ujë. Disa prej këtyre planeve i pranohen dhe minjerat shpëtohen. Po ashtu shpëtohet edhe Trepqa si një ndërmarrje unike përkundër tendencave të ndryshme të shumta të strukturave paralele për ta ndarë Trepqën. Trepqa vazhdon të mbetet një ndërmarrje e pandarë. Faleminderit, unë tash po ja kaloj fjalën zotrit Nazmi Mikulovci. Faleminderit. Mua të kaloj në të bëhen pjesë e Lëvizjes Vendosje ka qenë programi i tyre. I program i qartë dhe precis, i liruar për stereotipeve dhe për frazeologjisë. Sa i përket pjesës ekonomike, në programi fillon piknisjen e ka në identifikimin dhe mobilizimin e të gjitha resurseve njerëzore, materiale dhe financiare dhe vuri atyre në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Kuptohet, programi krijon edhe një ambient të duhur për zhvillim ekonomik dhe është një program real ku identifikohen në mënyrë të qartë shkaqet e problemeve dhe jepen zgjedhja e tyre. Të them që pas luftës, punëtorët dhe ekspertët në Kosovë kthehen në fabrikat dhe fillon prodhimi në shumicën e kapaciteteve prodhuese në Kosovë. Mirë po të mbetur pa përkraje institucionale. Dal nga dal fabrikat mbeten pa prodhim dhe punëtorët bëhen pjesë e problemeve sociale. Do të thonë mundësitë reale kanë ekzistuar, por kanë munduar vullneti për zgjedhjen e problemeve. Të them se fabrikat në një kohë të gjatë mbetën pa kurfar për kujdesje dhe realisht mbetën në durt e atyre të cilët nuk kishin qëllimin racional të forcimit të ekonomisë së Kosovës. Pastaj erdhi te privatizimi ashtu që dihet, dhe një pjesë e madhe e ekonomisë mbeti praktikisht edhe deri në ditët e sotme pa kurfar për kujdesje. Qëllimi jon dhe obligimi jon është që të gjitha këto resurse t'i mobilizojmë dhe t'i vëmë në funksion të zhvillimit dhe të mirëqenies të njerëzve të Kosovës. Moratoriumi është formuar për shkak të rivendimit gjyqësor për një kompani e cila i ka thyer embargon e Kombeve të Bashkuara për furnizim të Trepqës gjatë kohës kur ka qenë embargoja. Dhe çështja e kalimit prej kësaj gjendjes është mungesë e vullnetit, sepse mundësitë janë reale dhe propozimet janë shumë të qarta se si të kalohet prej kësaj. Kanë qenë disa propozime dhe disa mundësi, mirë po ajo që është qenësore është që Trepqa ka potenciale dhe është në një fazë kur mundet që me investime jo të mëdha të kthehet në prodhim dhe të bëhet një prej shtyllave të prodhimit dhe të jetës së Kosovës. Para se t'ja kaloj sërish fjalën zotit Nazmi Mikulovcit, unë vetëm po them që Lëvizja Vendosje konsideron që është domosdoshme që të rishikohen të gjitha kontratat në të kaluarën në mënyrë që të identifikohen shkeljet e ligjit, shkeljet e të drejtave të njerëzit dhe njëkohësisht konfliktet e interesit. Këtë duhet ta bëj pushteti i arshëm, për shkak se nuk mund të ketë drejtësi pa korrigjimin e padrejtësive nga kaluara.